Çështja e gazës. Jo, çështja e gazës. E propagandën shka bane një vend tjetër, po janë televizoret më prestigjioze të Shqipërisë. Neve na vjen keq se unë për mësu disa lufta është fatkeqësi dhe nuk është e mirë për asnjërin në palë. Lufta gjenocida shfarose, nuk është. Jo. Aty vrasit kryesor janë 10 njerëzit palestinez, të cilët i marrin fëmijët dhe i vendosin përpara si mburoj. Kjo është fatkeqësia më e madhe që ndodh. Në fakt, kështu dhe raportohet, them drejtën, mund t'jetë propagandë, nuk e gjykojmë ne, po të paktën, sinqerisht, kështu shpesh raportohet. Po nëse kene jo... Nuk është propagandë janë të dënat e organizatës botërore të shtetit, është francezë albaneze që raporton të dhëna për fëmijët edhe për gjithë ata që u vrasin në Gaza. Jo, nuk janë as pak propaganda, sepse unë e kundërshtoj këtë, sepse shohim dhe raportojmë çdo ditë fëmijë të vrarë gjithandej. Por në anën tjetër shohim dhe një mendim tjetër që këta fëmijë po shfrytëzohen. Andaj ta përfundoj. Po. Vetëm ta jap mendimin të lutem. Vetëm ta përfundoj mendimin fillimisht Berisha dhe pastaj do dalim edhe këtu. Ne na vjen keq për ngjarjen që është duke ndodhur në Gaza dhe kemi thënë disa herë, kjo Izraeli nuk është luftë fetare, është luftë terroriste dhe ka filluar me Hamasin. Njerëzit atje në Gaza, palestinezët, nuk e di kush i ka dërgu, po ata bojnë një luftë jo të drejtë, duke i ke shpërdorur fëmijët, po duke i qitur në vinë e parë, sur ka ndodhur rasti në spital. Të lutem na prava me mrekta. Pra je babja, je prind. Zotri, të lutem. Unë dash me fol, mas ta pengosh lutem. Burra me men krye, për do ka fëmijën atje për ta vrarë fëmijën e vet. Prindi, në farë botët një. O zotri, krejt bota e shek këto, nuk mund t'ja mushës mendën askujt, s'mund t'ja mushës mendën askujt, sepse gjithë bota shenë ngjarje të tillë, se ata njerëz i ke shpërdojnë fëmijë. Me shef njerëz si puna jote që dojnë me bërë rejting të ashtu. A është e mundshme? Si është e mundshme? A mund të vendosësh, dhe gjëtë lutem, a mund të vendosësh të fëmijën tanë? Zotri, vetëm pak, a mund të vendosësh të fëmijën tanë para teje në vinë e parë të frontit? Si është e mundshme një gjë të tillë? Kjo është keq shpërdorimi i fëmijëve dhe ne duhet të denonsojmë këtë punë, sepse ne jalojmë forin izraelitëve. Izraelitët në maksimum mundohen që të bëjnë luftën me ushtar. Pra, ai babë dhe nën, ai prind që e merr, lutem. Në fakt, vendet ku marrin ndihmë qytetarët nuk është. Parnamit 26 vjet i thirrri për t'ju dhënë ndihmë dhe i vrau valla, ishin 16 fëmijë, beba. Si që nga ko, kush është ushtar? Shiko, ajo është luftë. Kush është ushtar? Ja, këtë i ke të Deutsche Welle jote që i ke lexuar ti, se nuk është me përmendje. Të Deutsche Welle jote që ta shpjegoj zotri pak historinë ta shpjegoj. Çfarë shpjegon Allah, po foli gjë logjikshme këtu. Po ti ta edhe në fillim thashë ishte kërcënim për gjithë botën, nëse kërcënim ishte kërcënim për gjithë botën, nuk eliminohet për 3 orë. Zotri, unë e kuptoj zemrimin tanë. Unë jam i dashur, por ama jo kështu me fol pralla si ti. Unë kuptoj fëmijët e mashkull i ndjen një prind, domethënë fëmijë bebat e vet 3 muaj, 6 muaj atje për ta vrarë bijtë e Hitlerit, edhe thua ashtu, unë e kuptoj pralla që është propaganda. Zotri, e kuptoj zemrimin tanë, e kuptoj plotësisht zemrimin tanë. Është domethënë nuk ka zemrim. Nëse vritet një fëmijë ku do qoftë, në Rusi, në Ukrainë, Shqipërinë, Kinë, Japoni, ku do vritet domethënë të gjithë bota po doli kundër, aty atëherë nuk jemi njerëz. Mirë, ti nuk jemi njerëz, ne nuk jemi njerëz. Po mase çanka. Ora si britet fëmia po të bëj një pyetje on ty. Thjesht valla, thjesht. Po. Eliminohet bebi 22.000. Ata jap po Izraeli dhe me luftë ushtar. Çaj është genocid, është pastrim. Ata jap një përgjigje nëse na me fol. Lufta Iran, Siri është Iran Izrael ka luftë, po jo në Gaza. Gaza është pastrim. Është për herë të parë në jetën e njerëzimit që ndodh ky. Pastrim etnik, këtë thonë vetë Çiputnit. Vetë hebrejt, vetë e gjithë bota që i ka me në krye. Përveç ata që bëjnë propagandë si puna jote atjera. Po, mirë. Pse nuk e ki këtë reagim për fëmijët kurd, të cilët janë në vrarë me vite dhe vdesin me 100.000 nga Erdogani? Si ose me mendimi yt? Kush? Për kurdët, që vritin nga Erdogani. I ke kurdët? Jo, i ke prallat. Pralla dhe këto e, Pralla.
Pra fut komplet. Dhe më thonë, vetëm verzioni ytë është i vërtet, tjerat këtë janë trolla. Turqia është në NATO, O zotri. Turqia nuk i ka të pravat si menoni jo. Turqia është e hapur. Po krejt bota ka pasë që në vrarë me qindra mija kurd, po si thu prolla? Si thu prolla? Prava, Turqia është Po këtë bota e din këtë ngjarje. Qoftë në burgje, qoftë në ashtu. Po je keq, po nuk ka Mirë, po më vjen keq sepse zotrit Hysës nuk po japi mundësi. Një shtet i NATO-s nuk arrin do të bëjë gjenocid të vrasë fëmijë, janë me rregulla. Amerika tjetër, po shtetet e NATO-s, sidomos, nuk të gjitha me inventar. A kena në shok general të NATO-s, edhe të shpjegonaj. Sokol, lutëm, do doja të bisedoja pak dhe me zotri Hysën, sepse kemi lënë pak mbrapa dhe kërkojnë ndjes. Kërkojnë ndjes për Hysën. Ndërhyva, po... Jo, të lutëm,